dëgjoheshin të dridhurat e zemrës sime. Se sa zhurma hapave të tu. Sonte, ngrohtësia jote i mungon dhomësime. Te mua undes diçka që nuk ja dija emrin. Sy i fshehur prapa syrit u bëra. Andej dritarët së hapur pash se si e mbaje dorën mbi gjoksin tënd të bardhë. Puthjes si gdhendje fytyrën. Shtrir mbi buzët të ti. Ti dikur e inja. Poezi më munges e juaja zoti Anton Marku. Faleminderit që u bët pjesë e programit tonë. Mirë se erdhet. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Miq dhe dashamirë të televizionit Syri, të gjithë ju që ndiqni emisionin me Elditën, si rëndom përpiqemi të sjellim në këtë emision edhe krijues të ndryshëm nga të gjitha trojet shqiptare. Vëmendja jonë kësaj radhe është te krimtaria letrare e zotit Anton Marku, i cili ka jetuar, është rritur në Gjakov, megjithatë po vazhdon të jetojë tashmë në një vend ku i ka ofruar krijime të mira, në një vend ku ka hapur edhe profesionalizmin e tij dhe është përpjekur vazhdimisht të jetë aktiv. Se çfarë bën në Austri zoti Marku, cilat janë angazhimet e tij, cilët janë titujt të cilët ko pas kohë i nxjerr dhe janë në duart të lexuesit, ne do të flasim me të ftuarit ton. Knaçi të bëni pjesë e emisionit tim, e filluam me disa vargje shumë të bukura, duket sikur poetët janë ata të cilët reflektojnë ndryshe me ndjesinë e shpirtit. Duket sikur flasin dhe shkruajnë me fjalë. Ju personalisht, sa ju plotson poezia, sepse ju njohim me poezi më shumë edhe pse keni provuar edhe zhanre të tjera? Poezia për mua s'pari është dialog me vetveten. Pastaj është komunikim me të tjerët, është bashkëbisedim me botën. Është një frymarrje pak më ndryshe, është një liri që unë i afroj vetes, është një hapësirë ku ndjehem mirë, aty mund të shprehem ndryshe, si sa të shprehem në jetën e përditshme. Sigurisht që poezia duhet edhe të dihet të shkruhet mirë. Mendoj që nuk mjafton që vetëm të rimohen disa fjalë, të krijohen vargje dhe të quhen poezi. Poezia është pak më shumë, ka dallim mes dëshirës për të shkruar dhe aftësisë për të shkruar mirë. Unë merrem me letërsi ka shumë vite, apo ndoshta më mirë të them, letërsia ka filluar të mirret me mua, sepse ka nga një herë poezi për të cilat mund të them se mbasi nuk i kam shkruar unë, po ato më kanë shkruar mua, apo kanë ardhur asi disi të gatshme, ndërsa unë kam bërë vetëm punën teknike. Janë disa poezi për të cilat mendoj, shpresoj të jetë ashtu, që nuk i ka shkruar dora, por i ka shkruar shpirti. Kjo të thotë se lidhja juaj me poezinë është e veçantë, por njëkohësisht është edhe e vazhdueshme, për faktin se ju krahas dëshirës për të shkruar, keni vazhduar edhe profesionet dhe jeni përpjekur profesionalisht të zotroni edhe disa aftësi të tjera. Megjithatë kjo ju ka mbajtur peng. A do të thotë se shpirti juaj është i lidhur kaq ngushtë me fjalën e shkruar? Duket që jemi rritur bashk. Do të thotë jeta ime ka fillu mbase me fjalën dhe unë kam vazhduar që ta kultivoj fjalën. Ta kultivoj fjalën e bukur, në mënyrë artistike, të shprehem për realitetin, për dukuritë, për fenomenet që na rrethojnë, inspirohem nga njerëzit, nga ngjarjet dhe mundohem që ndjenjat, emocionet t'i shpreh bukur, t'i shpreh ashtu që njerëzve t'u mbeten kujtesë. Nëse ja arri apo ja kam arritur me spaku disa nga krijimet e mia, atëherë do ta ndjej veten të plotësuar. Cila është tema që ti trajton në krijimet tuaja? Me çfarë jeni e lidhur më fort?
temat janë të ndryshme. Fillojnë nga jeta dhe dashuria, nga pohimi dhe mohimi, trajtoj humanizmin, trajtoj njeriun, si individ, si qenje, po dhe grupin, edhe kolektivin, edhe atë ndjenjen e të qenurit pjesë e një grupi më të madh se sa vetvetja. Perëndia është një nga temat që unë trajtoj në mënyrë pak më ndryshe mbase se sa të tjerët. Simboli poezive tuja ajo, si ku aspo besueshmëri si që kishte Noli edhe disa të tjerë? Ka rritur që të rrënjoset si gjenezë, si fillim. Dhe në këto 5 librat e mi më të ri, të mos them të fundit, me poezi, filloj me poezit ku bashkëbisedoj me hyjnorën, me qiellin, me atë që dikush e quan Zot, dikush tjetër kosmos, dikush tjetër, për mua është krijues, është alfa dhe omega. Mirë po, jam plotësisht i bindur se ne jemi të lirë në veprimet dhe mendimet që bëjmë, dhe se ai nuk na e kufizon lirin që të mendojmë edhe ndryshe. Unë respektoj edhe ata që janë ateistë, edhe ata që kanë besime të ndryshme, edhe ata që nuk besojnë fare. Mirë po, kam një lidhje të veçantë me qiellin dhe i filloj librat e mi me pak poezi kushtuar atij lartë. Dhe cili është ai misioni që ti ke vendos këtë krijuesin brenda vargut? Çfarë ti e din atë lidhjen tënde që e ke, por si ta përcjellim, si ta përçojmë deri te lexuesi, që ajo të mbetet në kontinuitet gjatë gjithë hapësirës së besimit brenda vargjeve dhe punës suaj krijuese. Një ndër instrumentet të cilët do të më ndihmonin ndoshta që të përcjell këtë mesazh, do të ishte edhe ajo porosia se jeta nuk është vetëm bardhëzi. Ka diçka më tepër se sa vetëm bardhëzi. Jeta ka shumë ngjyra, ne jemi ata që ngjyrosim jetën. Dhe po deshtëm ne, jeta jonë mund të jetë e ngrohtë, mund të jetë e mirë, mund të jetë e bukur, mund të jetë e sinqertë, mund të jetë një jetë për cilën ja vlen të sakrifikohet gjithçka. Ju jeni njëri prej atyre krijuesve që mërgimin e keni provuar ndoshta vitet e fundit, domethënë nuk është që jeni prej kohësh atje. Ka gjetur ndoshta shtrirje jeta e mërgjimtarit në vargjet tuaja, sepse kështu bën edhe rilindasit, kështu bën edhe krijuesit tjerë, duke qenë atje e pa ndryshe lidhjen me vendlindjen. Them të drejtën, nëse më lejohet ta elaboroj pak më tepër, ndoshta pak më gjatë këtë pyetje. Mërgimi është pjesë e pashmangshme e njerëzve të cilët janë larguar nga Kosova. Unë para se të largohesha nga Gjakova, kisha ato imazhet, pamjet e mia për mërgjimtarët dhe jetën në mërgjim, ndërsa para 14 viteve, kur vendosa që të filloj një jetë në Austri, u ballafaqova me atë realitetin për cilën kisha dëgjuar apo kisha lexuar. Malli për vendlindje, lidhja me Kosovën është e pa evitueshme në vargjet e mia. A i vetën si ai bylbyli i mjedës, apo? Pjesërisht, sidomos në vitet e para të largimit nga Kosova, aja nostalgjia më ka përcjell në çdo dytën, tretën varg ose poezi cilën e kam shkruar. Them të drejtën, me kohë kam filluar që të akomodohem në një ambient të ri dhe nuk them që nostalgjia është më e vogël, po në krijimtarinë time kanë hyrë tema pak më ndryshe, pak më bashkohore, pak më moderne ndoshta, dhe kjo ka bërë që në 10 vitet e fundit poezia ime të ketë një evolim pak më ndryshe. Në çfarë konteksti mund ta deshifrojmë këtë mendim? Po. Unë ndaj shkrimtarët që shkruajnë në diasporë në 3 grupe. Grupi i parë janë ata mërgjimtarë të cilët kanë shkruar dhe në Kosovë,
kanë filluar një jetë në Europën perëndimore, sidomos në vitet 90-ta, kanë shkruar dhe vazhdojnë të shkruajnë shqip. Ata janë idealistët. Grupi i dytë, aty ku mendoj që bëj pjesë edhe unë, është grupi i integristëve, njerëzit të cilët kanë shkuar me një bagazh të gjuhës shqipe, me disa botime nga këtu, janë munduar që sa më shpejt që ka qenë mundur të mësojnë gjuhën e shtetit ku kanë filluar të jetojnë, dhe në ndërkohë kanë filluar të shkruajnë, të botojnë, të lexojnë edhe në gjuhën e vendezve. Këta janë ata që janë integruar pak më shpejt, dhe është grupi i tretë i brezit të ri të mërgjimtarëve tonë, fëmijët të cilët kanë lindur nga familjet shqiptare në Gjermani, Austri, Zvicër, Francë, kështu me radhë, të cilët pothuajse ekskluzivisht shkruajnë në gjuhë të huaj dhe jo në gjuhën shqipe. Është një pasuri për komunitetin tonë, unë nuk shoh asgjë të keqe as në këtë, mirë po unë kam betur ashtu në mes idealistëve dhe kozmopolistëve, një integrativist, dikush që mundohet që edhe austriakëve t'ua bëj me dije se edhe shqiptarët shkruajnë poezi, shkruajnë letërsi, madje nganjëherë edhe letërsi të mirë, e cila mund krahasohet lirisht edhe me letërsinë austriake. Nëse i referohemi botimeve të reja të cilat fatmirësisht tregu është plot edhe në Kosovë, grup mosha të ndryshme zgjedhin të shkruajnë, megjithatë kritika nganjëherë nuk është që e vlerëson sa duhet secilën prurje e cila vjen në treg. Jemi dëshmitar të këtyre kritikave të vazhdueshme. Ju personalisht, duke qenë në këto edhe në distancë me vendlindjen, por lidhjet, sepse ju kemi pa edhe në mitinge dhe keni dëgju prurjet e secilit, si e shihni këtë, ndoshta mund të themi këtë kritik që bëhet e vazhdueshme? A guxojnë të gjithë të shkruajnë, edhe a duhet shkrimi të komercializohet? Sepse është brëndësi shpirtërore. Të them të drejtën, mendoj që është mirë që ka liri dhe hapësirë për gjithë që të shkruajnë. Nëse pyetja ka të bëjë me kualitetin e letërsisë, i cili sidomos në 30 vitet e fundit mund këtë kohën kur secili ka mundësi që të shkruajë dhe të botojë, atëherë mendoj se është një rënje në kualitet, ngritje në kuantitet. Kam përshtypjen se sot pak a shumë secili shkruan, pak botohet dhe pothuajse as pak lexohet. Nuk jam kundër që të kemi bariera për njerëz që të sprovojnë vetveten. Mirë po, të them të drejtën, mendoj që për të shkruar poezi të mirë, për të prodhuar letërsi të mirë, duhet më tepër se sa dëshirë. Duhet dije, talent, aftësi. Nuk e di nëse mendohet që fjalën e fundit sa i përket kualitetit e ka lexuesi apo kritika. Mbasi që të dyja bashk, kemi shkrimtarë të cilët në krijimet e tyre nisen nga vetvetja dhe nuk brengosen aq shumë se çfarë do të thotë publiku, ata dëshirojnë që ndjenjat, emocionet e tyre t'i shprehin përmes fjalës artistike, dhe është një pjesë e shkrimtarëve të cilët kujdesen se si do ta pret lexuesi një vepër. Mendoj që këta të dytë janë më gabim sepse është vështirë të shkruhet me porosi. Është vështirë që të targetohet një grup i lexuesve dhe të shkruhet enkas për ta. Poezia duhet të jetë e hapur, poezia duhet të jetë e qartë, e kuptueshme, të ketë një farë estetike, të ketë një farë elekuence, të jetë e arritshme për gjithë. Gjitha grupë moshat, gjitha gjenit. Kritika letrare mungon në Kosovë, në Shqipëri, në 30 vitet e fundit sidomos. Unë mbaj mend që në vitet të 10-ta, 90-ta, jo çdo kush ka mundur që të botoj, të shkruaj. Sepse unë shpesh e them, zoti Marku, kur më rastis ndonjë libër i cili mendoj se nuk i përmbushi pritshmëritë mia nga ajo të cilat kam menduar për X personin,
duke qenë edhe vetë gjutare dhe shohim shumë gjana në brendi të atij libri, thënë, se ka lënë në dorëshkrim. E ka shkrim një pasion të vetin, një diçka që i ka munguar, e ka plotsu vetën edhe të mbetet në dorëshkrim ai material. Edhe unë do pajtohesha me këtë ide, mendoj që si dorëshkrim do t'ishte mirë. Plotsohet ajo egoja, dëshira. Ashtu është. Ndërsa ka njeriu përgjegjësi kur boton. Kur boton, do ishte mirë që para botimit të konsultohen njerëzit të cilët edhe vetë shkruajnë, të konsultohen njerëzit të cilët e njohin letërsinë dhe tek pasi të merr mendime pozitive, atëherë të botohet një vepër. Të them të drejtën, kjo ka pak edhe ndikim negativ tek lexuesit, të cilët mbase pasi të lexojnë 2-3 vepra, nuk po i them të dobta, po jo në kualitetin e duhur, largohen, tërhiqen nga leximi edhe i veprave të mira. Mendoj që Kosova ka autor të mirë, Shqipëria ka autor të mirë në diasporë, po janë në numër më pak se sa kjo pjesa tjetër e entuziastëve të letërsisë, ashtu si i quaj unë, po për fat keq që janë larg nga letërsia e mirë. Zotë Markush, shkrimet tuaja dhe janë përkthyer në disa gjuhë, që në një farë formë është një benefit i mjaftueshëm i secilit krijues kur një punim i tij përkthehet në disa gjuhë. Në të njëjtën kohë është një lloj promovimi mund ta quajmë, edhe të vetës, edhe të gjuhës gjithsesi, por edhe të hapjes së shtigjeve dhe horizonteve tjera për të bashkëpunuar edhe me qendra tjera të gjuhëve të huaja në cilësinë e krijuesve. Pajtohem plotësisht, disa nga krijimet e mia janë përkthyer edhe në gjuhë të huaja, sigurisht për autorin është gjithmonë kënaqësi. Gjuha është mjet komunikimi, përmes përkthimeve edhe lexuesi në gjuhë që nuk është gjuhë shqipe, ka arritur të kontaktoj me poezinë time, me tregimet e mia, sepse edhe një libër me tregime është përkthyer në disa gjuhë. Dhe sigurisht se ne jemi një komb jo shumë i madh në krahasim me kombet e mëdha të Europës dhe një gjuhë jo shumë e madhe. Dhe secili prej nesh që arrin që të përkthehet në gjuhë të tjera është për tu vlerësuar, sepse është edhe një afirmim i kulturës shqiptare në përgjithësi dhe i letërsisë sonë në veçanti. E përmendet edhe poezitë dhe tregimet. Nëse i pyet krijuesit, gjithmonë e kanë një, ndoshta mund të themi, një breng nëse poezitë e para kanë qenë më të mira ose më të dobta, janë përpunuar natyrshëm, apo ka diçka që të cilën s'do ta donte ta kishte, apo mirë që e pata. Si qëndron kjo me rrugtimin tuaj profesional? Unë kam shkruar kryesisht poezi, kam bërë një sprov me tregime të shkurtra, poezia mbetet pasioni im, sigurisht që në këtë rrugtim ka qaste kur rikthehem në retrospektiv dhe lexoj edhe krijimet e para, edhe botimet e para. Ka ndonjë diferencë njëra me tjetrën? Ka diferencë. Nga përbajtja gjuhësore, apo në çfarë konteksti, tema e trajtuar, kompozicioni arritur, si e shihni ju? Së pari struktura. Do të thotë fillimisht kam filluar me poezinë me rim, të cilën rilindasit tonë sidomos e kanë kultivuar mjaft dhe me cilën jam rritë sidomos në shkollën e mesme. Pastaj kam kaluar në vargun e lirë, duke i lexuar kolosët e mëdhej të poezisë shqiptare në Kosovë, po edhe ata në Shqipëri, katërshën e madhe në Kosovë, Azem Shkreli, Ali Podrimja, Rahman Dedaj edhe Din Mehmeti, edhe treshën e madhe në Shqipëri, Fatos Arapi, Ismail Kadare edhe Tritero Agolli. Në vargun e lirë kam gjetë veten. Stili ka ndryshu me kohë
edhe të them të drejtën, një ndikim kanë pas edhe leximi i veprave të autorëve jo shqiptarë. Do të thotë... E këtë kanë shërbyer si model. Kanë shërbyer si modele, ndoshta është pak e çuditshme, po i takoj lexuesve të pasionuar të Khalil Gibranit, që ka qenë një autor libanez, ka jetuar në Amerikë, ka librin Profeti, një libër mes prozës dhe poezisë. Ai e shkruan bukur mendimin, thellohet në mendim, duke qenë kursimtar me fjalën, pa qenë i rrëmbyeshëm, të rrëmben me vete. Pastaj Iliada, Odiseja, që janë epe në vargje, të cilët pjesërisht i kam lexuar, nuk mund të them që i kam lexuar. Kishte edhe këtu një poezi, nëse nuk gaboj. Ishte një poezi për Helenën. Ku përmendet Helena, Homeri edhe Penelopa. Pastaj Allan Poe, pastaj Rubairat e Kaimit, janë këta klasikët. Jeta e tij, nëse i referohemi veprave dhe jetës në të cilën e ka kaluar, janë dy gjana plotësisht të kundërta. E dim Poe në çfarë kohe ka pas suksesin e vet. Ka ndikuar te ti si model kjo? Edhe pse? Edhe ai ka ndikuar. Mendoj që them të drejtën, unë nuk i takoj atij grupit të poetëve të cilët edhe aq shumë e kultivojnë metaforën. Edhe pse është mbretëresh. Është mbretëresh, mirë po metafora e kërkon një publik elit, e kërkon një publik i cili e kupton metaforën, e deshifron se metafora është... Rezident, mund ta quaj, një lexues rezident. Mas shumë se sa metaforën, vitet e fundit, e kam çmu, vlerësu, përdor, kultivu simbolin, figurën edhe imazhin. Tentoj që përmes fjalëve të krijoj pikturë, që lexuesi ta memorizoj një ngjarje, disa njerëz duke ecur, duke ardhur, një shkuarje, një ardhje, një braktisje. Surrealist apo surrealist, këtu po shihet. Në konceptin surrealist, mirë po duke përdorur fjalë, sigurisht poetike, po fjalë të thjeshta, fjalë të cilat mbahen mend gjatë, duke mos e rënduar vargun, duke tentuar që mendimi të jetë i thellë dhe të mos kaloj poezia pa mesazh. Kjo ka qenë edhe jeta e Edgar Allan Poe, një uragan, një rebesh, i cili është përplas edhe nga ngjarjet personale, edhe nga ngjarjet për rreth tij. Nga të dy anët. Mirë po ka mbri që me të vërtet të komunikoj me botën në mënyrë të përsosur, ai na ka lënë jetën e tij, në shkrimet, në librat e tij, dhe jo rastësisht njihet në botë si një ndër shkrimtarët më të mirë që ka pasur njerëzimi ndonjëherë. Gjithsesi. Zoti Marku, do të kalojmë edhe ti diçka tjetër. Derisa po zhvillojmë këtë bisedë, jemi në muajin kur do duhet të mbahej mitingu i poezisë, muaji maj. Ju gjatë vitit të kaluar, nëse nuk gaboj, fituat edhe çmimin e parë me poezinë Dita e 8. Do të na tregosh pastaj çfarë është kjo dita e 8, jemi rritur me 7 ditë. Cila është kjo e 8-a? Mirë po ja që këtë vit nuk kemi sinjale nësë mitingu, sepse 9 maj ishte dita kur do duhet të sipas jush, a është ose si e vlerësoni ju këtë që ky muaj i maj i luleve pa mitingu në Gjakov kur kishim mbi 5 dekada, 58 ishte vitin e kaluar, apo? Vitin e kaluar, pata kënaqësinë që të marr pjesë në mitingun e 58 me radhë, ndava çmimin e parë në fakt me një poete të re gjakovare, me Elsa Berishën, nëse nuk gaboj. Poezia titullohej Dita e 8. Është kjo ajo dita që i mungon javës. Është dita... Po cila është? Hajde na thuaj pak. Sa doj që artistikisht po ta kuptojmë. Pas 7 ditëve në të cilat ne merremi me përditshmërinë, me njerëzit, me punën, me angazhimet, harrojmë vetveten, harrojmë
jetën që duhet jetuar dhe shpeshherë kemi nevojë të jemi vetëm, kemi nevojë të jemi në një ishull të cilën mbase e trazojnë valët, po prapë se prapë qëndron nga një herë më lartë, nga një herë më pak më lartë, po gjithmonë mbi det. Dita e 8 është dita të cilën duhet ta konsumojmë më ndryshe. Jeta thuhet që në këtë botë kemi 2 jetë, e dyta nis atëherë kur kuptojmë se kemi vetëm një. E sa e gjatë është kjo derisa ta arrijmë të kuptojmë te ti si krijues? Te unë jetën e ndaj në disa faza, të cilët më kanë prekur jo vetëm mua, po kanë prekur gjithë popullin banorët e Kosovës, shembull në pjesën para luftës dhe pas luftës. Tjetër jetë kemi bërë para lufte, lufta ka qenë një ndarje e dhimbshme me një realitet të cilën e kemi përjetuar e nuk kemi dashur ta përjetojmë, dhe kemi filluar një shpresë të re, duke menduar se Gjakova në Kosovën 23 vite pas do ta shohim më mirë se sa është sot. Mendoj që edhe Gjakova edhe Kosova e meritojnë të jenë edhe më mirë, janë bërë hapa gjigant përpara, mirë po jam i mendimit se ka mundur të bëhet edhe më tepër, edhe më ndryshe, edhe më mirë. Sa i përket mitingut të poezisë, vitin e ardhshëm do duhej të festonin bashkërisht 60 vjetorin e themelimit të mitingut nga kolosët e letërsisë, nga kolosët e artit shqiptar në Kosovë. Mitingu i poezisë është letër identifikimi e Gjakovës, po aq sa Qabrati, sa Ereniku, sa ura tabakut, që sa po ti përmendesh në gjitha trojet shqiptare të asociojnë me Gjakovën. Mitingu i poezisë në Gjakovë ka kalu për masat e Gjakovës, për masat e Kosovës, ka qenë një ndër mitingjet më prestigjos në kohën e ish shtetit përbashkët. Sa njerëz kanë shkelur në skenën. Më të mirët, emrat më të mëdhej të hapësirave të Ballkanit kanë qenë musafir të mitingut të poezisë në Gjakovë. Është e dhimbshme që sot po diskutojmë për mundësinë e mos mbajtjes apo mbajtjes së mitingut të ekzistencës në një farë forme, e cila edhe vitin e kaluar ishte në... Duket që edhe vitin e kaluar ka qenë problematik mbajtja apo mos mbajtja e tij. Unë jam rritë me mitingun e poezisë, po në sallën e madhe qendrore të Pallatit të Kulturës, që ka kapacitete për qindra njerëz dhe e cila pothuajse gjithmonë ka qenë përplot me njerëz. Vitin e kaluar është mbajtur në sallën e festive në kuadër të Pallatit të Kulturës dhe kam prit që si vjet mund këtë muaj, mbase jo pjesë aktive, po të festoj së bashku me Gjakovën, së bashku me gjakovarët, mitingun e poezisë numër 59 dhe bashkarisht përgatitemi që të ketë karakter shumë festiv mitingu i poezisë vitin e ardhshëm. Të them të drejtën, arsyet nuk me janë të njohura, mirë po nuk e kam vështirë që t'i arsyetoj neglizhencën e institucioneve, qoftë nivelin komunal, qoftë nivelin qendror, të cilët duket se ose nuk janë munduar fare, ose janë munduar shumë pak që të gjenë zgjidhje dhe të mbështesin mitingun. Ishte shumë e bukur ajo fjalia juaj, letër identifikuese për qytetin tonë. Edhe unë pajtohem plotësisht me këtë fjali të bukur, sepse nëse do t'i mungon mitingu këtë vetë, por dhe vitin tjetër në natyrshëm, nxënësve tanë, trive tanë, po ju themi që pas ka ekzistuar diku një miting, po ja që nuk është. Dhe po i largojmë në një farformën nga fjala bukur shqipe. Nuk e kam përgjigjen e duhur, mbase ajo duhet kërkuar diku tjetër, po me sa e di unë në kohra edhe më të vështira, është mbajtur. në sfida edhe më të rrezikshme
në për cilat ka kaluar Çakova, Kosova në përgjithësi, është gjetur mënyra dhe është mbajtur jashtë në natyrë, është mbajtur në pandemi është mbajtur. Në pandemi është mbajtur. Virtualisht, por është mbajtur dhe ka pas lidhje me të gjitha në... E kam përcjell edhe në kohën e pandemisë, do të thotë përmes videolinkut, kanë qenë ftuar edhe krijues nga shtetet edhe kontinentet e tjera, edhe është gjetur mënyra edhe në kohë pandemie, sot është e pakuptueshme, mbase do t'jetë edhe e pa falshme nëse me të vërtet ndodh që mitingu këtë vit të mos mbahet, dhe është Zoti që të vetëdijsohen edhe institucionet nivelin lokal dhe ato nivelin qendror, edhe nëse nuk mbahet në muajin maj, edhe pse do të kishte qenë shumë e preferueshme që mund këtë muaj është mbajtur në muajin maj, do të mëzonte nëse do të gjendej një zgjidhje e cila do të mbante gjallë këtë simbol të Çakovës. Faleminderit zoti Marku. Na fol pak për zhvillimin e jetës kulturore atje ku ju jetoni. Si është organizuar ajo? Ju jeni edhe udhëheqni, nëse nuk gaboj, një shoqërinë Aleksandër Mojsiu, apo që është lidhje e shkrimtarëve të atjeshëm. Po njëkohësisht keni bërë edhe lidhje me shumë shoqata tjera. Na folni si organizohet ajo? Mendohet që janë rreth 100.000 shqip folës në Austri. Gjysma prej tyre kanë në shtetësinë austriake, gjysma janë ende shtetes të Kosovës, të Maqedonisë Veriut, Shqipërisë e kështu me radhë. Kemi rreth 40 shoqata të regjistruara si OJQ në Austri, të cilat merren me sport, muzikë, krijimtari artistike. Në këtë kuadër, para 12 viteve kemi themelu lidhjen e shkrimtarëve shqiptarë në Austri, e kemi quajtur me emrin Aleksandër Mojsiu, një kolos i madh i teatrit, i cili ka qenë urë lidhëse mes shqiptarëve dhe popujve gjermanofolës. Për gjatë kësaj kohe kemi organizuar më shumë se 70 orë letrare dhe promovime, librash, antarët tonë që janë diku mes 30 dhe 35 numrat varojnë, sepse të rinj hynë, të tjerë dalin. Kanë botuar mbi 50 libra individual, kemi botuar 2 antologji të krijuesve shqiptarë në Austri, kemi quajtur Ilirikum 1 dhe 2 në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe. Disa prej nesh kanë arritur që të bëhen antarë të rregull të lidhjes së shkrimtarëve të Austrisë, është për herë të parë në historinë e... Jeni edhe ju aty? Unë jam një ndër ta. Kjo besoj është një arritur e jashtëzakonshme për ju si krijues. Jemi shumë pak të huaj antarë të lidhjes së shkrimtarëve të Austrisë, e cila ka vetëm 200 shkrimtarë, rreth 200 që i ka pranuar. Kriteret janë të larta, mirë po jemi 2 shqiptarë aty, pastaj jemi 3 shqiptarë që jemi antarësuar në këto 12 vitet e fundit në PEN klubin e Austrisë, dhe ka 7 vite që ne organizojmë orë letrare edhe në gjuhën gjermane, çka na dallon nga shoqatat e shkrimtarëve shqiptarë në Zvicër, Austri dhe shtete tjera në Suedi, sepse ata kryesisht komunikojnë me komunitetin tonë dhe organizojnë orë letrare për mërgatën tonë, ndërsa ne e kemi thyr këtë barierë, kemi hapë një rrugë, e kemi gjetë një rrugë pak më gjatë, po pak më të frytshme. Kemi hapë dyert miqësisë edhe me institucionet austriake, kështu që 2 deri 3 herë në vit organizojmë orë letrare në gjuhën gjermane, ku i ftojmë edhe autorët austriak, po edhe autorë nga shtetet tjera që jetojnë në Austri, të cilët krijojnë në gjuhën gjermane. Kjo është prit shumë mirë nga publiku austriak, është prit mirë edhe nga institucionet austriake, të cilat kohë pas kohë edhe i financojnë këto aktivitete. Këtu doja dilja. Shumë shpesh, shumë krijues sikur e kanë brengën kryesore të botimi, për shkak të kostos financiare.
gjeti këtë donator ose nuk gjeti, u shty botimi, kishim rastin bile me ndjeshmërinë më të madhe të librit Thirrjet e Nënave, ose të librit që ishte për krimet e bëra gjatë luftës së fundit në Gjakov, domethënë kishin libra që kishin ngelur pa u botuar si rezultati mungesës së mjeteve dhe ta mund të del një vullnetar. Në Austri është e rregulluar ky sistem apo në këtë formë funksionon? Në Austri funksionon pak a shumë ashtu siç ka funksionuar një kohë gjatë edhe në Kosovë kur kishim botimet e rilindjes si shtëpi botuese. Do të thotë në bazë të kritereve. Ekzistojnë fonde të cilat mbështesin orët letrare, promovimet e librave apo botimet e librave. Secili është i lirë që të konkuroj, ka një yri profesionale e cila bën vlerësimin, edhe nëse i kalon kriteret të cilat janë vendosura paraprakisht në atë shpallje, në atë konkurs, atëherë edhe financimi i librave është i mundshëm. Të them të drejtën, atje nuk kemi probleme me botime. Problemi më i madh është që dorëshkrimi të jetë kualitativ. Nëse dorëshkrimi është kualitativ, pastaj botuesi merr përsipër ose institucioni i cili mbështet financiarisht merr përsipër, edhe të them të drejtën, deri në 3000 kopje, 3000 ekzemplar që nuk është shumë e zakonshme ndoshta për tregun tani në Shqipëri dhe në Kosovë, vetëm shkrimtarët e mëdhenj botojnë disa mijëra kopje, të tjerët ndalen me disa qindra. Unë kam pas fatin që 2 nga librat e mi, që janë në gjuhën gjermane këtu, është një vëllim me poezi, që titullohet në gjermanisht Sammler des Regens, në shqip Mbledhësi i shiut, dhe një libër me tregime janë botuar me financimin e qytetit të Vjenës, dhe këtu është edhe logoja e qytetit të Vjenës. Ky ka qenë kushti i vetëm, do të thotë teknik, të cilin është dashur pasi janë plotësuar kriteret, pasi janë plotësuar. Pasi janë plotësuar. Ka kaluar filtrat, dorëshkrimi ka kaluar filtrat e komisionit dhe ata kanë marrë përsipër pastaj botimin e librave. Është shumë e mirë kur është rregulluar ky lloj sistemi për shkak se nuk i penalizon disa njerëz të cilët vërtet e duan shkrimin dhe jetojnë me të. Do doja të nxirrja edhe diçka tjetër nga ana juaj. Gjitha këta tituj librash, ju keni fatin edhe të jetoni me një grua që gjithashtu është krijuese. Nuk është që nuk kemi dëgjuar. Aty ku një qift është me profesionet të njëjta, sikur kritikat janë të pashmangshme, sepse secili lufton për egon e vet, për punën e vet. Në letërsi, si qëndron kjo? Bashortja ime Angelina Marku, po ashtu është krijuese, me profesion është arsimtare. Ka vite që Angelina merret me shkrime, po i ka mungu jo guximi, po mbase ajo çështja që edhe ajo ka çfarë për të thënë, ka çfarë për të botuar. Para disa viteve filloi të punoj në romanin e saj të parë, botoi dhe ajo ka fatin që të jetë kritikja e parë e vargjeve dhe poezive të mia, ndërsa unë kam fatin që të jem kritiku i parë i shkrimeve të saj. Të them të drejtën, unë jam pak më kritik i detajzuar se sa është ajo. Mirë po, mendoj që është me të vërtet një pasuri kur në një familje që dy bashkëshortët e duan letërsinë, e kuptojnë letërsinë, e kultivojnë letërsinë, përfitojnë nga njëri tjetri. Angelina është po ashtu antare e lidhjes së shkrimtarëve shqiptar në Austri dhe është duke pas sukses me librat e saj, kritika i ka prit mirë dhe sigurisht që unë ndaj gëzimin me Angelinën për secilin sukses që e arrin ajo, çka jam i sigurt se edhe Angelinën e gëzojnë sukseset e mia. Edhe shkrimtar të mëdhenj, por edhe në të gjitha kohrat, gjithmonë thonë është lexuesi ai i cili
e pretat feedbackun ose informatën kthyese për secili krijues. Ju çfarë raporti keni pas me lexuesin? Them të drejtën, thuhet se librat që nuk lexohen nuk kanë vlerë. Një autor shumë i madh, cili ka botuar me miliona libra, njëherë ka thënë se nëse jam i sigurt se vetëm një njeri në botë ka lexuar një libër nga unë, një libër timin, atëherë kjo më bën të lumtur. Unë marr reagime kthyese nga lexuesit, i çmoj dhe i vlerësoj gjithmonë më tepër ato që janë objektive dhe të cilat më mundojnë, më ndihmojnë që ndoshta të gjej edhe diçka e cila më ka ikur si autor, sepse ne si autor jemi subjektiv. Ne nuk mund të themi se vargjet tona janë më të mira në botë, librat tonë janë më të mirë në botë. I gëzohem kritikës konstruktive, i gëzohem secilit që shpenzon pak minuta me mu, edhe më jep mendimin e tij për librin. Atëherë e shoh se me të vërtetë e paska lexuar librin, e paska vlerësu ato që unë kam shkruar, dhe kjo na përmbush neve si autor. Ne duhet ta dimë edhe diçka që letërsia nuk është art i masave. Letërsia edhe poezia nuk i mbush stadiumet, nuk i mbush sallat e sporteve, sikur një koncert muzike, apo një ndeshje futbolli. Po letërsia, libri, ka forcë që ndryshoj jetën e njeriut, ma shumë se sa sporti edhe se sa muzika. Më vjen mirë për secilin njeri që lexon librat e mia, nuk u mbaj mëri as atyre të cilëve u dhuroj librin dhe e di që mbase nuk kanë gjetur kohë që ta lexojnë, shpresoj që një ditë edhe ata të shpenzojnë disa minuta, pak kohë. Sigurisht, lexuesi është objektiv në atë vlerësimin e tij. Kam ca miq që në fillim të krijimtarisë sime mendonin duke që kanë pasur të drejtë, se poezia ime ka pak abstraksion në vetvete dhe është vështirë e dëshifrueshme. Të them të drejtën, në atë kohë... Keni lexuar Kadaren shumë si duket. Në atë kohë mendoja se mbase edhe mund të mos jetë ashtu, po jam bindur se në librat e mi të parë, ndoshta fantazia ka qenë në shpërpjestim me mundësitë e mia të shprehjes në atë kohë, dhe më ka shërbyer si shkollë, si lekcion, si diçka për cilës kam mësu, dhe jam mundu që në vitet e kaluara, në këto 10 vitet e fundit sidomos, shkruaj pak më ndryshe, më qartë, më kthjellët, duke mos lënë anash thellësinë e mendimit. Faleminderit. S'do ta përmbyllim këtë diskutim të sotëm pa na tregu pak edhe jetat juaj përtej vargu të shkruar atje ku jetoni edhe punoni. Cilat janë angazhimet e juaja? Sa gjeni kohë ju shqiptarët intelektual nga gjitha trojet ku ka shqiptar që jeni aty bashk, të flisni për këto situata tona në Kosovë, politika, gjendja, besa dhe të jepni kontributin tuaj në një nga dimenzionet që Kosova ka nevojë. Aktivitetet që kanë në fokus Kosovën janë goxha të shumta në Austri, sidomos në Vjenë, duke filluar nga ardhjet e delegacioneve shtetërore të Republikës së Kosovës. Vjena ka një akademi diplomatike në të cilën adresojnë dhe japin ligjërata edhe kryeministrat e shteteve të ndryshme, edhe presidentët. Shoqëria civile, shoqatat shqiptare në veçanti, janë po ashtu aktiv për sa i përket organizimit të truezave të rrumbullakta
organizimit të ekspozitave me temë nga lufta e fundit apo me tematik tjetër. Para një jave kishim musafir 40 krijues shqiptarë nga diaspora në Vjenë, e quajtëm Pranvera Vjeneze 2023. Vizituam muzeun ku mbahet shpata dhe për krenaria e Skënderbeut dhe kishim prezantim librash dhe kishim edhe një orë letrare me karakter jo garues kësaj radhe. Komunitetet fetare janë aktive, kemi misionin katolik shqiptar në Austri, i cili feston këtë vit 30 vjetorin e themelimit. Kemi disa faltore dhe xhami shqiptare ku njerëzit që kultivojnë këtë fe mund të lutën. Kemi klube sportive, unë jam një prej bashkëthemeluesve edhe të një klubi të shahut, që e kemi quajtur Arbëria dhe si që duket me pak modesti, po e them, është klubi me i suksesshëm shqiptar në tërë botën diaspor, pasi që garon në ligën e dytë të Austrisë. Ka klube, sidomos futbollistike të shqiptarëve në Zvicër, Gjermani, në shtete tjera të cilat garojnë në ligat regionale, po jemi klubi i parë me një emër shqiptar i cili garon në ligën e dytë të një shteti me 8 milion banor. E kemi mendu fillimisht para 10 viteve si klub shqiptar të shahut. Kemi fillu në ligën e 5, ligën më të ulët në Austri. Për 7 vite kemi arrit që të fitojmë... Progres jashtëzakonshëm, po. Progresin më të madh që e ka arrit një klub në historinë e Federatës së Shahut të Austrisë në 100 vitet e fundit. Jemi ngjitur pothuajse çdo vit një kategori më lartë. Sot jemi ne shqiptarët pakicë në klub, sepse i kemi hapur dyert edhe për adhuruesit e lojës së shahut nga komunitetet tjera. Kemi 4 austriak, kemi 3 shahis nga Siria. Dhe një austriak përfaqëson emrin Ardmëria. Interesante, edhe kjo një lidhje e bukur. Dhe them të drejtën, austriakët janë shumë të disiplinuar. Kemi një lojtar nga Filipinet, kemi një nga Kroacia, kemi nga Spanja, e kështu me radhë. Është ndjen shumë e mirë kur austriakët, shahisti Andi që vjen nga Filipinet, luftojnë me mishë me shpirt për të mbrojtur ngjyrat e klubit ton. Dhe në vitin 2016 ishim shpallur klubi i muajit në tërë Austrinë si klub i cili ka integruar në radhët e veta edhe njerëz të komuniteteve të tjera dhe i cili ka organizu, në atë kohë kemi organizu, ishim i vetmi klub në Austri që organizum një turne për refugjatët e luftës. Vitin 2015 ishte vala e madhe e refugjatëve të luftës, data 20 qershor, nëse nuk gaboj, është dita ndërkombëtare e refugjatëve, dhe ne disa ditë më parë organizuam si klub shqiptar i shahut një turne të hapur ku kishim 50 refugjat nga shtetet ndryshme, kryesisht Siria dhe Afganistan. Promovim të një shoqërie pluraliste. Ishte një organizim i cili u vlerësua shumë dhe i cili mendojmë me datën 18 të muajit ardhshëm do ta përsërisim prapë në Vjenë. Faleminderit shumë. Edhe për fund, unë nuk naqa bashkë, po kohën e kemi kështu të limituar kur duhet ta përdyllim këtë diskutim. Aktualisht, me çfarë jeni duke u marrë? Cili është angazhimi juaj ditor? Unë kam përfundu në fillimisht shkollën e lartë Gjuhë Letërsi Shqipe në Gjakov, pastaj fakultetin juridik në Prishtinë. Në Vjenë kam përfundu studimet në shkencat politike në master. Ka 10 vite që punoj si jurist në një agjencion të Ministrisë Punëve të Brendshme të Austrisë në cilësinë e këshilltarit ligjor. Kjo është puna me cilën 10 vitet e fundit mirëm, është punë e cila... A ndryshon kjo puna këshilltarit ligjor këtu nga njëherë që ligjin e rregullon si t'ja do qefi? Të them të drejtën, ne nuk është detyra jona shumë atje që ta interpretojmë ligjin, detyra jona është që ta zbatojmë atë. Dhe në zbatueshmëri? Ne mundohemi që ta zbatojmë ashtu siç shkruan në ligj, nuk mund të shmangemi nga zbatimi,
ndërsa në shtetet e Ballkanit do të thotë unë jam jurist i shkolluar këtu, po e di që hapësira për të interpretuar një normë ligjore në disa mënyra është e madhe. Kjo po dëshmohet edhe tash në bisedimet aktuale në Bruksel, në të cilën secila palë ose po e keq kupton, ose po e kupton gabimisht, ose nuk po e kupton mjaftueshëm, dhe secila palë sipas interesave të saj po interpreton edhe dakordimet, edhe marrëveshjet, thash Zoti që në fund... Dhe juve intelektualet ju shqetësojnë këto gjëra që ndodhin në Kosovën tuaj që aq shumë e doni? Ne jemi larguar nga Kosova, po nuk kemi ndalu ta duam Kosovën. Nuk kemi ndalu që të interesohemi për Kosovën. I përcjellim lajmet, i përcjellim zhvillimet, i gëzohemi çdo suksesit Kosovës, e promovojmë Kosovën në secilin rast që na jepet, sidomos këtë të mirë na e kanë mundësu edhe Dua Lipa, edhe Rita Ora, edhe Majlinda Kelmendi, edhe reprezentacionet e Kosovës në sportet të ndryshme, dhe është kënaqësi kur ne ju referohemi sukseseve të tyre. Sigurisht që na brengos stagnimi i Kosovës në shumë procese, na brengos secili dështim i Kosovës. Sigurisht që nuk ka qenë ndjenjë mirë kur provuam të antarstohemi në UNESCO, në Interpol, nuk i arritëm. Në anën tjetër ishte ndjenjë mirë kur u kalua faza e parë para disa jave e antarësimit në Këshillin e Europës. Liberalizimi i vizave ishte lajm i mirë, të cilën sigurisht që i gëzohem dhe i përgëzoj institucionet europiane për këtë vendim. Mendoj që qytetari i Kosovës e ka vujt neglizhencën e institucioneve edhe të politikanëve. Institucionet europiane janë plotësisht i bindur se nuk kanë asgjë kundër qytetarëve të Kosovës. Kjo ka qenë më shumë një dënim për politikën jo të përgjithshme, të cilën e kanë zhvilluar qeveritë e kaluara, dhe erdhi koha që të hapen dyert pas 32-3 vitesh, ndoshta që edhe kosovarët pa viza të udhëtojnë në Europë. Urime Kosovë, sot është edhe një ditë e cila lidhet me Europën. Me Europën, duke që vazhdon të jetë ditë jo pune në Kosovë, është ditë festive. Shpresoj që të mos jetë e largët dita kur Kosova edhe zyrtarisht do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë, zoti Marku, ne u përpoqëm të shëtisim në për disa tema, sepse me mërgjimtarët gjithmonë, deshem apo s'deshem, duhet të prekim të gjitha nga pak, sepse lidhjet e tyre me Kosovën janë shumë ndryshe se sa ne që jetojmë këtu, të paktën nga përvojat e shumë njerëzve të cilët kanë shkelur këtu në këto studio dhe kanë dhënë eksperiencat e tyre. U kënaqa bashkë, uroj më të mirat për juve edhe të keni sa më shumë prurje në letërsi, gjithashtu edhe aty ku ju punoni edhe zbatoni ato vendimet të cilat vinë bazuar në profesionin që keni. Faleminderit edhe një herë për ftesën, ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit juve që na ndoqët miq të televizionit Syri. Ju faleminderit të gjithëve që bëni pjesë çdo ditë e jona duke përcjellur diskutimet që ne kemi nga ky studio, me qëllimin dhe synimin më të mirë që ato t'ju shërbejnë në praktikat e juaja ditore. Mirëmbëjtje.